Çlirohuni nga kapslëku, fryrja e barku dhe parazitët brenda 1 minute duke përdorur këtë recetë. Çdo kush ëndërron që të ketë një trup perfekt, me këmbë të holla, bark të sheshtë dhe krah të tonifikuar. Në këtë video do ju tregojmë se si të arrini të realizoni këtë qëllim tuajin, pa shpenzuar kohë në palestër, para për trajtime dobësimi dhe pa privuar veten nga ushqimet tuaja të preferuara. Për të përgatitur këtë përzierje do ju duhen vetëm 2 përbërës, limon dhe fara chia. Të dyja këto produktet kanë vlera shumë të mëdha shëndetësore dhe të kombinuara së bashku do t'japin më shumë efikasitet. Përbërësit që ju duhen në përgatitjen e kësaj recete janë: 1 gotë me ujë, 1 lugë gjedhe fara chia, 1 lugë gjedhe me lëng limoni, 1 lugë gjedhe me mjalë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pasi siguroni përbërësit e kësaj recete, filloni me përgatitjen. Vendosni fara chia në 1 gotë me ujë dhe e lini të paktën 1 orë. Hiqni farat nga uji dhe i përzjeni me përbërësit e tjerë. Hidhni përzierjen në blender dhe e lini për pak sekonda. Konsumojeni çdo mëngjes nga 1 lugë nga kjo përzierje me stomakun bosh. Kështu do të përmirësoni florën bakteriale dhe do të aktivizoni më mirë imunitetin tuaj në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu fryrjeve të stomakut. Kapslëku është një shenjë dhe jo një sëmundje. Pothuajse çdo njeri mund të ketë konstipacion në jetën e tij dhe shkaku më tipik është dieta e varfër ushqimore. Në shumë raste konstipacioni është i përkohshëm dhe jo serioz. Njohja me shkaqet, parandalimit dhe trajtimi mund t'ju ndihmojë shumë personave në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Kapslëku është përkatësuar si situata kur zora juaj ka më pak se 3 jashqitje në javë. Nëse konstipacioni është i vështirë, atëherë duhet të drejtoheni tek mjeku përkatës. Shumë njerëz që kanë kapslëk kanë dhimbje gjatë jashqitjes dhe shpesh tendosje, fryrje dhe ndjesi të zorrëve të mbushura. Çelësi për të mos pasur këto probleme është të fusni mjaftueshëm fibra dhe ujë në dietën tuaj. Këto janë ushqimet që mund t'ju ndihmojnë me kapslëkun sipas ekspertëve të Healthy Side. Për të lehtësuar konstipacionin, duhet të shtoni sa më shumë ujë në dietën tuaj. Uji është laksativi më i mirë që ekziston, pasi ai nuk ka efekte anësore. Pirja e rregullt e ujit në dietën tuaj do t'jetë një mundësi e shkëlqyer për të vënë stomakun në punë dhe për të ndihmuar zorët të bëjnë sa më mirë punën e tyre, duke lehtësuar kështu edhe shqetësimet e tyre. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm kundër problemeve të kapslëkut gjithashtu është kosi. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg nga produktet me qumësht kur jeni kaps. Megjithatë, kosi është përjashtimisht nga ky rregull për shkak të përqendrimit të lartë të bakterieve të shëndetshme, domethënë të probiotikëve. Brokoli gjithashtu është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën e personave të cilët vuajnë nga shqetësimet e kapslëkut. Ulëntimet tregojnë se mos ngrënia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve ju bën të ndjeheni më pak të problemeve të kapslëkut. Kur kapslëku është të luftuar, brokoli është një zgjidhje shumë e shëndetshme, me mbi 5 gram fibër për 1 filxhan. Gjithashtu fasulet e zeza mund të shtohen në dietën tuaj për lehtësimin e shqetësimeve tretëse. Fasulet e zeza janë një nga burimet më të bollshme të fibrave të tretshme që përmbajnë mbi 15 gram në 1 filxhan. Këto bishtaja janë një burim i shkëlqyer i proteinave. Nëse jeni kaps, këto fasule mund t'jenë gjithashtu një zgjidhje mjaft e shijshme për dietën tuaj edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve si ton Healthy Side. Edhe kumbullat janë një zgjidhje shumë e mirë për të lehtësuar problemet e konstipacionit. Ato përmbajnë substanca të njohura, një laksativ natyror që ndihmon në kontraktimin e muskujve. Kumbullat gjithashtu përmbajnë sorbitol, një alkool me sheqer që mund të shpërbëjë edhe të shërbejë gjithashtu si laksativ, duke ndihmuar kundër konstipacionit, gjithashtu edhe kundër problemeve të fryrjes. Një tjetër produkt mjaft i rëndësishëm për të shtuar në dietën e personave të cilët vuajnë nga kapslëku gjithashtu është edhe kivi. Kivi është një frut i shëndetshëm që nëse hahet në mëngjes do të verë në lëvizje zorrën dhe mbele dhe do të parandalojë gjithashtu problemet tuaja të konstipacionit.
Luleshtrydhet ose drellzat duhet të jenë pjesë të dietave tuaja për shkak të ndikimeve pozitive që ka edhe në shëndetin tuaj tretës. Farat e vogla të luleshtrydheve u japin atyre për mbajtjen e lartë të fibrave të tretshme. Nëse nuk jeni adhurues të luleshtrydheve, një banane e pjekur do ju jap afërsisht të njëjtën sasi të fibrave. Gjithashtu, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Në dietën tuaj shtoni edhe bajamet. Ashtu siç mund ta dini, bajamet janë në plot me yndyrna të shëndetshme, gjithashtu edhe me ushqyes të ndryshëm. Ato janë në një burim i shkëlqyer i fibrave të tretshme dhe 2 grushta me bajame përmbajnë 3.5 gram, duke u bërë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në lehtësimin e këtyre konstipacioneve, të cilat ndikojnë në drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Aloe vera është një zgjidhje produktive për personat të cilat kanë probleme me tretjen. Aloe vera i bën mirë edhe për funksionet fiziologjike, ndër të cilat edhe sistemin tretës, veçanërisht atë të zorëve. Farat e linit gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm. Lini është një burim tepër i zhdërvjellët i fibrave. Farat e linit mund të shtohen pothuajse në çdo ushqim. Gjithashtu, ato mund të jenë edhe një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Një lugë gjeve me fara përmban gati 3 gram fibër të tretshme. Drithrat dhe fibrat e larta gjithashtu janë një zgjidhje efektive kundër këtyre shqetësimeve. Mëngjesi është një mundësi për të stimuluar kapsllëkun. Shmangni ushqimet e mbushur me sheqer dhe shtoni drithrat që përmbajnë të paktën 5 gram fibër për racion. Bollguri gjithashtu mund të shtohet në dietën tuaj si një lehtësues i problemeve tuaja të konstipacionit. Në mëngjes, bollguri është një zgjidhje e shkëlqyer për gamën e saj të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Përveç se ndihmon për të pasur edhe një zemër të shëndetshme, bollguri do të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e niveleve të kolesterolit. Një filxhan kafe me bollgur përmban 3 gram fibër të tretshme, e cila do të japë rezultate fantastike për çështjen tuaj lehtësuese. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe bukën integrale. Buka integrale është e ulët në yndyrë dhe e lartë në fibra dietike dhe karbohidrate komplekse, atribute ushqyese që ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut. Fetat mesatare përmbajnë mesatarisht 2 e sasive të fibrave ushqyese në krahasim me fibrat e bardha. Nëse vuani nga kapsllëku, është e rëndësishme të konsultoheni me ekspertët e shëndetësisë nëse çështja juaj është kronike. Në dietën tuaj mund të shtoni kefirin. Qumshti i fermentuar përmban probiotik, të cilat janë baktere të shëndetshme për zorrët. Studimet përfundimtare kanë treguar se kefiri është një aleat i madh kundër kapsllëkut dhe kontribon ndjeshëm edhe në hidratimin e zorrëve. Mund të bëni smoothie me kefir në vend të qumshtit klasik ose ta kombinoni edhe me tërshër. Patatet e ëmbla gjithashtu mund të jenë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ju tashmë keni arsye të mjaftueshme për të pasur edhe patate në ëmbël në dietën tuaj. Përveç marrjes së shumë fibrave, thjerrzat rrisin prodhimin e acidit butirik, i cili rrit lëvizjen e sistemit tretës. Në ver, ju duhet të hani edhe sallata të freskëta dhe perime. Fiqt janë një zgjidhje shumë e mirë kundër komplikacioneve tuaja të kapsllëkut. Fiqt e thatë në veçanti ju japin më shumë fibra. Mendohet se një gjysmë filxhani edhe me element ushqyes të fiqve do të jap fibrat të nevojshme ditore në lehtësimin e konstipacionit dhe gjithashtu në përmirësimin e shëndetit tuaj tretës. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, duhet të siguroheni të konsumoni sa më shumë produkte natyrale. Është e rëndësishme që edhe kivi të jetë pjesë e recetave tuaja të përgjithshme. Fruti është i njohur për veprimin e tij kundër kapsllëkut, stimulon sistemin tretës dhe përshpejton lëvizjen e zorrëve. Në një studim të mëparshëm, pjesëmarrësit që u ndanë në kapsllëk dhe jo kapsllëk u vuret se kishin rezultate pozitive, sidomos te ata persona të cilët patën edhe një konsum të rregullt të kivit në dietën e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu. Mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë video të reja që publikojmë çdo ditë.